Më 17 shkurt 2026 Edi Rama shkoi vetë në AKSH për të prezantuar drejtorin e ri i Glitafa përballë specialistëve të teknologjisë. Kryeministri bëri një premtim që nuk linte shumë hapësirë për interpretim. Ne do ta bëjmë AKSH-in që të ketë pagat më të larta në Shqipëri dhe të mos ketë asnjë ndërmarrje private kapaciteti ta konkurrojë, deklaroi Rama. Ai shtoi se kishte kërkuar prej ministrave të financave që AKSH-i të dilte jashtë sistemit normal të pagave, pikërisht për të mbajtur në administratë specialistët më të mirë të IT-s. 6 muaj më pas ia vlen të shihet se çfarë prodhoi ky premtim në borderon e AKSH-it. Një specialist IT e paguhet rreth 1.7 milion lekë të vjetra në muaj. Në majën e institucionit ndërkohë ndryshimi merr për masa krejt të tjera. Sipas tabelave të pagave, shtesa për drejtorin e përgjithshëm ishte 920.000 lekë. Me ndryshimet e reja ajo shkon në 6.2 milion lekë. Vetëm shtesa rritet me 5.28 milion lekë në muaj. Për zëvendës drejtorin matematika ndryshon rrënjësisht. Shtesa prej 900.000 lekësh bëhet 1.1 milion lekë. Rritja është vetëm 200.000 lekë. Pra rritja që merr drejtori i përgjithshëm vetëm tek ky komponent i pagës është 26.4 herë më e madhe se ajo që merr zëvendës drejtori. Ky raport kërkon një shpjegim publik, sepse Edi Rama nuk shkoi në AKSH më 17 shkurt për t'i premtuar Glitafos se do ta bënte drejtorin më të paguar në rajon. Ai foli para inxhinierëve, programuesve dhe specialistëve. Kryeministri i quajti ata me të drejta setet më të rëndësishme të Republikës dhe argumentoi se shteti duhet të konkuronte privatin për të mos humbur profesionistët e teknologjisë. Nëse qëllimi ishte mbajtja e specialistëve, pse diferenca më e madhe përfundoi në majën e piramidës? Kush është Glitafa që meriton një trajtim të tillë financiar? Rama emëroi në krye të AKSH-it në shkurt 2026, pas largimit të Mirlinda Karçanajt. Kryeministri tha atë ditë se Tafa kishte ardhur në shërbim të shtetit gjatë periudhës së sulmeve kibernetike dhe vlerësoi kapacitetin e tij drejtues dhe njohjen e fushës. Rezultatet e muajve të parë kërkojnë megjithatë një bilanc më pak ceremonial. Pamfleti dokumentoi më 19 gusht problemet e përsëritura me fiskalizimin dhe qendrën kombëtare të biznesit. Dy sisteme që prekën drejt për drejt aktivitetin e bizneseve. Problemet me fiskalizimin lan biznese pa kodet përkatëse të faturave, ndërsa problemet e QKB-s penguan kryerjen e veprimeve administrative. Glitafa ndërkohë në ditën e emërimit premtoi se AKSH-i do të synonte leadershipin për te i rajonit në digitalizim dhe teknologjitë e avancuara. Këtu lind paradoksi. Specialisti që duhet të ndërtojë, mirëmbajë dhe mbrojë sistemet e shtetit me rreth 1.7 milion lekë të vjetra. Drejtuesi i institucionit përfiton një shtesë prej 6.2 milion lekësh të vjetra në muaj, pa llogaritur komponentët e tjerë të pagës që bruto shkon në 10 milion. Kjo nuk është më thjesht çështje page, është çështje e filozofisë me cilën qeveria shpërblen administratën. Në të njëjtin institucion teknologjik, shteti duhet të paguajë mirë drejtuesin. Përgjegjësia për infrastrukturën digjitale të Shqipërisë justifikon një pagë të lartë. Çështja ndryshon kur diferenca mes drejtuesit dhe njerëzve që mbajnë sistemet në këmbë bëhet kaq e madhe, ndërsa qeveria e kishte justifikuar ndërhyrjen pikërisht me nevojën për të paguar specialistët. Rama premtoi se do t'i bënte të shtrenjtë njerëzit e teknologjisë. Nga shifrat e VKM-s del se qeveria bëri shumë të shtrenjtë iklin dhe tani qeveria duhet të shpjegojë se çfarë performance, përgjegjësia apo kriteri financiare justifikon këtë diferencë.